kanë diçka të përbashkët dronët që po prezantohen si krenaria e Kosovës me kullën e Eifellit në Francë. Gazetari Enver Robelli vlerëson se po, dhe atë që ai e konsideron si ngjashmëri mes tyre, e sqaron me një shkrim në llogarinë personale në Facebook. Sipas tij, në të dyja rastet bëhet fjalë për histori mashtrimi gati të njëjtë, anise me 101 vjet dallim. Redaktori i gazetës zvicerane Tagesanzeiger kujton se si një mashtrues me emrin Viktor Lustig, i njohur në Çekinë e sotme, më 1920 shkoi në SBA, ku duke u prezantuar si kënd, u pasurua mjaftueshëm duke shitur hekurishte e duke rrëzuar shtëpi të vjetra. 5 vjet më vonë, ai vajti në Paris dhe përfitoi nga debati që ishte hapur nëse kulla e Eifellit duhej shembur apo duhej lyer me 66 ton boj, proces ky që duhej bërë çdo 7 vjet. Duke u hequr si autorizuar nga zëvendësdrejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Postës, Lustigu i ftoi 6 tregtar hekurishtash për një bisedë sekrete duke u prezantuar idenë e shitjes së kullës së Eifellit. Ata madje i çoi edhe te kulla për t'i nisur llogaritjet e fitimit nga shitja e 7300 tonëve çelik. Më pas ja vuri syrin Andre Poissonit, një plierësi të ri në biznes, ambicioz dhe naev. Atë e veçoi nga të tjerët dhe duke u bindur se po i bënte favor, ja mori dhe ato që ishin parapart të jenë paratë e pazarit të kullës, si edhe një shumë tjetër si Mito. Me to, Lustig iku në Vjenë. E Poisson brenda një kohe të shkurtër u shndrua nga një biznismen i lumtur në një viktim mashtrimi e tallje nga zyrtarët e bashkisë, të cilët ja bën me dije se kontrata që ky donte ta legalizonte ishte e rreme. Kësaj Robelli kritikon qeverinë e Kosovës se si edhe me 2026 po i mungojnë zyrtarët e vullnetshëm për të zbuluar mashtruesit, derisa një punë të tillë Bashkia e Parisit pati bërë pa problem qysh më 1925.